Ja ku takuam përsëri sot të nderuar shikues këtu në Atlas Njerëzor në Blu Televizion. Ata janë 6 djem që janë mbledhur rreth grupit që kanë quajtur Zërat e Shushicës. Prej 5 vitesh ata performojnë për miq, shok, familjar dhe aty këndojnë kënga më të bukura të polifonisë së Jugut. Janë djem që janë të punësuar, kush në shtet dhe kush në privat, dhe nuk kanë interes pune, sepse këngën ata e kanë për pasion dhe ashtu siç thot, ai që e drejton grupin, që e merr këngën i pari dhe që është Erges Limaj, ata janë djem që kërkojnë të përcjellin traditat më të bukura të këngës labe të lumit të Vlorës. Është Erges Limaj, të nderuar shikues, i ftuar sot në Atlas Njerëzor. Të përshëndes dhe të falenderoj. Përshëndetje dhe falenderit për ftesën. Erges Limaj, kush je ti për atë publik që ende nuk të njeh? Atëherë unë jam një këngëtar i këngës labe që mundohemi me gjithë shokët të ruajmë dhe të mbajmë traditën tonë të këngës. Po. Kur nisi të themi ai protagonizmi yt me këtë këngë? Fillimet e para kanë qenë, këngën ma ka mësuar gjyshi, që i vogël, ai më mbante në prehër dhe më këndonte, dhe më pas në klasën e parë nga profesori nderuar dhe mjeshtri i madh Muhamet Artari. Po. Kur dëgjoje gjyshin, ashtu i vogël në prehrin e tij, çfarë mendon se të çojë tek ajo që edhe ti një ditë do ta mësoje këngën dhe do ta këndoje po aq bukur sa gjyshi? Shikoj, është një diçka që në atë moshë nuk e kupton se çfarë bëhet. Por me kalimin e kohës apo të viteve ka qenë ajo shtytsa e parë që unë e dua këngën dhe sot dhe do vazhdoj ta dua. E ka ndryshuar kënga, deputimi yt me këngën polifonike, jetën e Erges Limaj? Shiko, për të ndryshuar jo, se njeriu nuk duhet të ndryshojë në asnjë moment. Duhet të jetë ai që duhet të jetë, por për post daljeve, njerëzve që kemi njohur, kemi bërë, është një plus, po kjo do të thotë që prap nuk duhet na marrë euforia e gjës, por duhet vazhdojmë që siç e kemi nisur derisa të mundemi ta mbajmë këngën. Cili është kujtimi më i mirë që ti ruan nga gjyshi? Kur bëheshin këto darkat në shtëpi apo ndonjë fejes, ndonjë gjë që isha shumë i vogël dhe më mirte në prër dhe më mbante dhe më këndonte. Këngë. Po kemi një kështu detaj të rëndësishëm që ty ta kujton gjyshin sa herë? Janë, me fjalë, kujtoj atë kohë dhe sot janë ato momentet që me fjalë këngët që këndon gjyshi, se janë po të njëjtat atë këngë që ka kënduar që atëherë që i këndon dhe sot. Kur unë vete me shokët e mi lartë apo kur mblidhemi në një ambient familjar. Edhe që ju i vazhdoni i përcjellni? Po, patjetër. Si këngë të traditës, shumë bukur. Nëse gjyshi do të dëgjonte sot, çfarë do t'i thoshe? Shiko, gjyshi më dëgjon sot dhe më thotë që për te këngës mundohu që t'jesh njeri. Ky është fjala vetme që më thotë gjithmonë. Është shumë e rëndësishme për ty kjo, qenia njerëzore. Patjetër. Bravo. Ndërkohë, të ka mbështetur familja apo jo? Sa e rëndësishme ka qenë për ty mbështetja e familjes në këtë rrugëtim që ti e zgjodhe a priori? Shiko, unë besoj që shkolla më e mirë e njeriut është edukimi i familjes. Pavarësisht se ku mund vesh, se çfarë mund bësh, por edukata që të japën prindrit apo njerëzit e tu të afërt është një jetë e tërë, kupton, është mësim për gjithë jetën. Kështu që vlen familja po dhe miqt, shok, çdo fjalë e tyre dhe këshill për mua ka qenë një mësim. Përveç familjes, unë kam lexuar për ty, nga ty fjalë të thëna, fjalë të ndjera për profesorin Muhamet Artari. Cili ishte takimi dhe pse themi që ai takim ndoshta të ndryshoi jetën? Profesori nderuar më jam ulur në vitin 2003 në një shtëpi në Vranisht. Ai kishte sjell disa turistë francezë. Atje në një drek që u bë në fshat, vajta dhe unë dhe këndova, më mori dhe mua dhe këndova. Me fjalë nga i moment dhe
deri sot dhe do vazhdoj të jem falendërues gjatë gjithë jetës time për atë person. Përveç këngës, mendon që ke mësuar edhe shumë nga profesori? Patjetër po, se si të respektosh, se si të vlerësosh, asnjëherë të mos të rrëmbej momenti apo çasti që të thuash që unë e bëra jo. Asnjëherë dhe asnjë nga ne nuk besoj se e ka bërë një gjë ai. Nga dikush është marrë, është trashëguar dhe është, po kush është i Zotit ta ruaj dhe ta mbaj ashtu siç është. E nise këngën në fshat, thua, Po. pastaj e vijove në shkollën 9 vjeçare, e pastaj dhe në të mesmen. Nëse e shohim sot këtë rrugëtim, më thuaj pak momentet e para. Deputimi i parë ishte në vitin? Në vitin 2003, 2003. te Pallati i Kulturës këtu në Lorë. Po, ishte një aktivitet tani që... Ishte një aktivitet, të drejtën se mbaj mend, po nuk e di për çfarë bëj aktiviteti, kishte goxha pjesëmarrë që unë të shok nuk i kishim parë. Ishit nxënës shkolle? Klasë e parë. Më i madhe mund të ketë qenë klasa e 3 ose e 4 nga mosha. Pra flasim për fillore? Po. 2003-shin, po. 2003-shin, dolëm për të kënduar. Unë sa e nisa këngën fillova që të qaja. Por me ne ishte edhe profesorja e muzikës, Fiqeret e Aliaj, edhe ajo ishte në krah. Këndoha me fjalë, fillova prapë që të këndoja dhe nuk po këndojem dot, me fjalë e humba fare. E nisi ajo pasaj këngën pak, e kënduam, kur mbaruam një dorë trokitje, na morën, na përqafuan. Me fjalë ishte emocioni i parë, po them dhe i vetëm që e kam ndier në jetën time. Pra po thua që je një djalë me emocione? Patjetër, po. Me emocione që sot ti i tregon gjatë interpretimit, por nuk ka më ndodhira të tilla që të përfshihesh nga lotët ose nga shërimi. Shiko, çdo dalje apo çdo këngë duhet ta ndihesh që ta përcjellësh. Por ato emocionet e atyre viteve që kemi qenë fëmijë është një moment i paharruar. E rikujtojmë atë këngën sot, ishte kënga e Vranishtit. Po patjetër, bëri profesori për ne. E rikujtojmë atje. Ne nuk na mungon guximi dhe pse të vegjël na shini, ky për ne është fillimi, në Vranis shteron burimi, Vranis ndalet fluturimi, kënga vallja dhe gëzimi, këngët dhe vallet e shpirtit janë thesarët e Vranishtit. Kjo ishte kënga e profesorit. Çfarë të zgjon sot brenda vetes Emocion. ky interpretim? Emocion. Është, do që ka qenë ajo spundu e parë që morëm dhe e vazhdoj deri sot. Po. Rrugëtimi juaj thuaj se pastaj vijoi i pa organizuar. Flasim këtu për pas mbarimit të shkollës. Pas mbarimit të shkollës 9 vjeçare, pas mbarimit të gjimnazit, si vijoi ky rrugëtimi juaj? Sporadik të themi, i organizuar nga vetë ju, pa një profesor pastaj? Shiko, deri në shkollën e mesme ne kemi patur profesorin, që isha në Vranisht. Po. Pasi mbarova shkollën e mesme, erdha në Lorë, dhe këtu njoha me çunat, që kam grupin sot. Dhe jemi bërë vetë dhe vazhdojmë ta mbajmë po dhe vetë grupin. Shikoj shumë në komente apo në gjëra që ndoshta dikush i bën me drejt, por dikush i bën pa të drejt. Që do të thotë, mua nuk mund të gjykosh se këndoj. Mua mund të më gjykosh që si ta bëj më mirë. Dhe kjo nuk është për fajin tim apo të shokëve. Ne kemi nisur këngën vetë. Dhe na dukej me ata celularët që regjistronim, thoshim e kemi mirë ison, mos duhet ngritur, mos duhet kthyesh pak më ndryshe hedhsi apo unë si marrës apo të tjerët. Me fjalë kemi qenë vetë rregullator të këngës. Po cilët janë ata që ju gjykojnë, që thua? Çka gjykojnë? Po kam parë dhe shumë nga të mos përmend emra, se i them me emra se nuk është ndonjë problem, po. Jo, nuk duam emra, thjesht të themi dukuria, pse do të ndodhë ky fenomen. Se shiko, këtu të gjykon, duhet të gjykoj ai që një këngën. Se nuk mund të vijë një, për shembull, ti je murator dhe të bëhesh elektricist, nuk e bën dot. Do të gjykoj ai që është gjykues për atë këngë dhe duhet, shiko, u mund të marr një gjykim dhe qëndron nga këngëtar siç është Mjeshtri Matsuri Hodo, Golik Jaupi, Nazif Qela, Ajet Duka, Fatosh Liko, me fjalë shumë këngëtar të Abrishpoj, sepse janë guri themeli dhe këngët atyre i këndojmë ne sot. Por ata këtë gjë nuk na i thon apo me inat apo jo. Na përkrah, na mbështet, thon vazhdoni, kënga është e të gjithëve, kënga është e popullit. Kurse dalën ca të tjerë, duke mos thon që na heqën edhe si përgjegjësa, si shefat këngës labe apo ku di unë. Kënga labe
nuk dim asnjë se kush e ka shpikur. E kemi gjetur, të tjerë do ta gjojnë dhe kështu do vazhdoj. Dhe ja këto gjykimet që pse bën ashtu, se bën kështu. Pse s'këndon, më thon mua si arapi. Arap Shëriles kanë vranisht, ka qenë valltar dhe këngëtar që nuk harrihet. Unë mbase nuk e bëj dot 100%, po do ta bëj 50%. Kaq mundsi ka. Dhe për këtë unë s'kam se marr një gjykim që thua se çfarë kam bërë. Ti Erges Lima, gjithsesi. Erges, përmende emra të shquar të këngës Labe. Cila është marrëdhënia, cili është raporti me ta? Shiko, unë për fatin e mirë, po dhe unë dhe shokët, ne kemi një marrëdhënie të shkëlqyer me gjithë këngëtarët. Dhe ne ruajmë një respekt të jashtëzakonshëm sepse janë plejada e këngës Labe. Janë guri themelit që kënga Labe sot dëgjohet, këndohet dhe këngët e atyre janë ato këngët që këndojmë dhe ne sot, se në fundja sot s'kemi më as poet, as rapsod. Iku plejade e penave të arta të labërisë që sot mungon dhe është një problem i madh për pjesën tonë për rinin. Erges, ky rrugëtim duket që është i vështirë, është me sakrifica. Ke menduar ndonjëherë që nuk ja dal dot? Jo, përkundrazi. Të gjitha këto që na kanë thënë apo na kanë bërë këto vërejtjet apo këto gjykimet, na kanë bërë më të fortë dhe unë e kam ndarë në pjesën time që shiko, unë këndoj se dua këngën. Unë nuk këndoj për të marrë as merit, as certifikat, as vlerë dhe as në çmim, jo. Nuk di të paktën, unë mbase nuk bëj fare që të këndoj. Në një aktivitet që vemi për të stimuluar jo mua, po të gjithë këngëtarët që jemi ne të rit, nuk mund të japësh një certifikat vlerësimi. Kaq probleme kanë këta, po vetëm grupeve pse po kënga nuk është me mik, se po të hyn për mik dhe unë mund ta gjej një mik që mund të më jap një çmim, por jo. Ti stimuloj të rit. Dhe këtu është problemi më i madh që sot është zero. Edhe se ke për institucionet e kulturës patjetër. E kanë thonë dhe në televizionet tjera që këtu kultura, të paktën këtu në Vlorë, këtu kultura ose punon për një grup dhe ne të tjerët jemi fshaqe, i themi mbusa topi dhe hajde kur të bëhet një aktivitet vemi dhe ne se jo, po nuk gëzoj që të dal. S'kam nevojë të dal. Pra nuk ka një vlerësim. Jepi një merit. Ore, mbase unë nuk bëj fare, nuk bëj jam zero. Ti nuk mund të më japësh dot një të më stimulosh, të më ngrohesh, të ndihem dhe unë mirë që ja dhe ne morëm një vlerësim. Kështu është e pamundur. E në këto vështirësi përsëri ti thua që rrugëtimi yt dhe juaj është i bukur. Pse? Është i bukur sepse kënga është thash ne ndjejmë këngën dhe kënga na shploth, na heq atë mërzinë. Pastaj nuk është një pjesë e vogël që është e këtyre komenteve nuk është se na bëjnë shumë, pjesën më e madhe është, shikoj nëse ne nuk do të bënim, të paktën nuk do këndonim, nuk do na respektonin, nuk do na vlerësonin apo nuk do vinim në për evente familjare apo shoqërore. Je një këngëtar i apasionuar i këngës Labe, ndërkohë që si profil profesioni ke zgjedhur policinë. Po. Si erdhi kjo ngasje? Dëshirë kisha. Si vjen një artisti? Dëshirë kisha dhe pjesën policisë. Është gjë e bukur sepse mësoj me rregull, me disiplinë, që ndoshta edhe kjo më ka bërë pak më të prerë apo më të prerë në kuptimin që të mos hezitohem. Për asgjë, po thjesht ta mendoj gjën dhe pastaj ta gjykoj. Të bëj para. Nuk të step as pak uniforma e gardistit? Jo. Përkundrazi, në punë jemi në punë dhe zbatojmë rregullat. Dhe kur heqim uniformën, vazhdojmë dhe këndojmë dhe kënaqem besoj një pjesë të popullit. Dhe si balancohen të dyja, pra arti, kënga dhe profesioni, rigoros dhe serios. Si balancohen të dyja? Lodhja kalohet me këngë. Kështu që kur jemi në punë, okay, lodhemi, po më pas jemi diku dhe e harrojmë fare atë ditën e lodhshme dhe merrem me këngë. Ndërkohë, në kohën e lirë, mund të këndoni për shembull në punë? Në kohë të lirë? Të them të drejtën, unë nuk rri dot asnjë. Jo, unë nuk rri dot asnjë moment pa kënduar. Mund ta marr një këngë me vete. Avasi mos dëgjohem, por këndoj. Po shefat e pëlqejnë një gjë të tillë? Patjetër, dhe një shef e kam nga Tepelena, zvend shefin e kemi në Lumi Vlorës, nga Mesapliku, kështu që është buçet kënga Labe. Po. Buçet kënga Labe. Erges, jeni 6 shok. 6 shok që jeni këngëtar dhe njëkohësisht jeni në një miqësi kaq vjeçare, prej 5 vitesh apo jo? Po. Çdo të thotë që ti besosh njëri tjetrit, shokut, mikut, zërin, këngën, disiplinën,
kur e tham gjatë gjithë emisionit që ju keni punuar pa një profesor. Shiko, ne në radhë parë jemi shok, pastaj këngëtar. Dhe jemi munduar dhe mundohemi që të ruajmë atë miqësinë dhe shoqërinë dhe pastaj të këndojmë. Kur këndoni bashkë se jeni shok, çfarë ndodh kur publiku nuk ju sheh? Çfarë është ajo së brendshme që ndodh mes jush që nuk e dallon publiku? Shiko, dhe nëse ne do të kemi një debat vogël për këngën apo nuk e di një diçka, ne nga momenti që dalëm në skenë, aty do të bëjmë këngë dhe nuk do mbajmë këto mërit apo këto gjërat që mund të kemi dhe ne ndonjë debat momenti apo ndonjë, por prap pasi mbaron gjëja ose ditën tjetër në mëngjes mblidhemi, pim atë kafen dhe themi, shiko se këtu u tha se duhet të ishte bërë kështu. Vërejtje marrë dhe unë, po vërejtje marrën që të gjithë dhe duhet i pranojmë dhe atje ku s'është mirë, po sepse edhe unë mund ta marrë këngën, mund ta marrë lart, mund mos ta marrë mirë, por që thash kritikat nga njëri tjetrit janë mësime për të gjithë grupin dhe për të gjithë ne. Ti je zëri parë, Marsi si quhet në Këngën Labe, apo jo? Ka ndodhur ndonjëherë që ka çeduar grupi, që keni haruar tekstin ose gjëra të tilla, ju ka kuptuar publiku ose jo, si keni ka përcyer? Për të haruar tekstin jo, por tek pjesa e këngës që mund ta marr unë më lart, mund mos ta marr atë vi melodike që e kemi bërë provë, dhe ky është një gabim im që më ngelet mua. Po pastaj kalohet me kthyesin? Kthyesin rregullohet, ose edhe grupi pastaj me pak vështirësi, por mundohet që ta rregullojmë. S'ka të pagabushëm. Gjithsesi është bukur që punoni në grup, edhe pse nuk keni një përgjegjës grupi. Shkojmë pak tek kritika. Kritikat që edhe e rrisin personazhin, personalitetin e njeriut. Cila është kritika që ju keni marrë më shumë dhe nga kush? Atëherë, shiko, mendoj kështu që përderisa je një njeri, po them, artist apo që bën dalje, kritika merr dhe kur bën mirë dhe kur bën keq. Por kritika që më bëhet mua më shpesh është, shiko, unë kam në Këngën Labe kam një këngëtar që kam idhull, dhe ai është Goli Kjaupi. Po. Unë këngët ati këndoj gjithmonë në tavolinë, në çdo festë, në dasëm, se di e kam të paktën një apo dy këngët ati në një tavolinë i dua, e kam kënaqësi të shpirtit. Dhe më thonë pse këndon si ai. Po në fakt si qëndron puna? Ti çfarë kopjon nga ai? Kopjon? Shiko, kopjoj. Këngët e ati, ato lëvizjet e dorës, si mund ta them, ti mund të kesh, se ti mund të pëlqej diçka, një gjë që e bën dhe ti. Dhe unë e bëj, lëvizjet e dorës, thjesht unë e kam pasion. E kam idhull, dhe pas e këngë e profesorit, Golikut, duhet kënduar ashtu siç e këndon Goliku, se ndryshe nuk vete. Ato lëvizjet e duarve apo ato. Kam iden të kjo kritika që të është bërë kritika, më thonë që është imiton. Po, imitos. Mjeshtrin e madh. Unë e kam krenarit dhe kënaqësi. Por kemi folur më përpara dhe më ke thënë që ti interpretimin me gjeste e ke bërë që kur isha fëmijë. Po, pra, po të shikoj. Se unë mendoj që këtu ata të kritikojnë tek duart, tek interpretimi, tek gjestet që bën. Nëse ti do të marrësh, po, profesori nderuar nuk, parasyshën e sol nuk është mirë, po të ishte ai në një intervistë, ai do ta thoshte më mirë se sa unë. Ato instiktet e duarve mi ka dhënë që ai. Që në ato shkollën fillore. Që atëre kam patë kënduar me duar. Ato gjeset, ato gjërat. Me fjala ai thoshe që i jep këngën si tregon ato lëvizje. Për Tartarin po më thua. Për profesorin Muhamet Tartari. Po ato u bën rrugë për mirë, se unë thash, unë ndjej kënaqësitë sepse thash në këtu ku jetojmë ne më shumë është kritika se sa mirësia. Dhe ky është defekt për një pjesë njerëzve që thash nuk më krijon asnjë lloj problemi. Por këngët e profesorit Nerun i kam kënduar, do i këndoj dhe do vazhdoj t'i këndoj derisa të jem. Po, nga rrjetet sociale unë kam shkëputur një vlerësim pikërisht të mjeshtrit Muhamet Tartari. Ai shkruan krenar me këta djem që Këngën Labe e bëjnë det. Një metaforë shumë e bukur kjo. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që Kënga Labe është
po të vazhdoj nga të rritë, është e pambaruar dhe deti është i pafund. Është një vlerësim që ty si të bën, si të vjen ky vlerësim i Tartarit? Është vlerësim, shiko, ai është një njeri me botë dhe është një njeri me mendje që ka gdhëndur këngëlabe, ka selit vallën e Vranishtit, që më mirë nga ai nuk e bënte dot asnjë tjetër. Dhe më bëri dhe mua një këngëtar që shumë I dedikohesh. Patjetër, është. I kushtohesh atij. Dhe mua më vjen mirë sepse këtu është nxënësi që vlerëson mësuesin tani në fjalën tuaj, teksa ju ka vlerësuar një mësues. Ndërkohë që më ka tërhequr një këshill që u jep ti komentuesve pas një teksti të bërë publik në rrjet. Ti shkruan me komentet tuaja negative, tregoni veten se unë do të këndoj sipas dëshirës sime. Çfarë tregon kjo? Që ti je lab nga lumi i Vlorës? Jo. Çfarë? Në ka ngel ajo që jam unë. Unë po ta vëçërea, po ta në përditshmëria, po nuk them jam unë. Shiko, Labria ka këngëtar më të mirë se sa unë. Djemë të ri që nuk e kanë mundësinë, sepse kthehemi prapë tek ajo gjëja që tham. Ju mungon mbështetja. Mbështetje. Nuk është Ergesi dhe këndon, jo. Ergesi, mbase pati atë mundësinë që erdhi në Vlorë dhe njoh dhe këta shok dhe vazhdoi të këndoj. Po Labria është tesar dhe është burim. Sa për atë momentin aty, ka qenë kënga e profesorit nderuar Muhamet Tartari që ka bërë në 96 në 97 në Vranisht. Kush është i Zoti për këngë? Kënga është e gjithë, po ta marrësh atë librin, është 87 strofa. Unë kam shkëputur disa strofa kur kam qenë në festival të Tepelenës. Për arsye minutazhi, për arsye kohe, nuk mund t'i këndoj të gjithë. Dhe hota nuk e di, mund të kenë qenë 7 ose 8 strofa, maksimumi 10, se di se më mend. Dhe filluan. Pse s'ke çuar filani, pse s'ke çuar filani? Ore, sot i madh. Po tash kupton dhe se kur i thon asaj kur nuk ke ndonjë punë do merresh me llafe dhe këta. Dhe u kam thënë në komente që sido që të komentojnë dhe të shkruajnë, unë do vazhdoj prapë të këndoj. Po. Ja merr Geslin. E kam darë mendje dhe përderisa unë nuk i bëj keq, sepse keq njeriu nuk i bëj. Në momentin që nuk bëj keq, s'kam se as të trembem dhe as të them që çfarë shkruajnë këta. S'më bën përshtypje. Dhe nuk je nga ata që si pranon kritikat, siç e the pak më herët, nga kritikët. Kritik marr nga këngëtarët që janë gur themeli sot. Ata që jetojnë, por ata që nuk jetojnë, por kanë lënë gjurmët e tyre dhe kanë lënë atë gurin që ne mundohemi të ngrëmë atë murin që ta mbajmë që të mos bjerë. Po, ndërkohë, mendon që ka evoluar zëri i Ergesit me vite? Pas gjithë interpretimit tënd në vite? Shiko, unë mendoj që çdo dalje, çdo televizion, çdo reklam që na bëhet apo çdo aktivitet është një plus. Dhe besoj që deri këtu, ku kemi arritur, do të themi faleminderit. Ka ndryshuar zëri, është përmirësuar, Shiko, zëri, okej, me kalimin e viteve zëri piqet, zëri bëhet akoma dhe më i mirë dhe kjo është, me fjalë janë ato shkallët që ngjit avash avash. Çfarë nuk ndryshon? Pasioni dhe dashuria për këngë. Thash, para dhe më kryesorja është që nuk do të ndryshoj njeriu, do të jesh njeri. Nga këtu nis. Pse mund të jesh këngëtar shumë i mirë, po s'bën si njeri dhe fundi është. Le më thotë se vetëm atë punë bën këndoni, po kështu si njeri nuk s'të vlen. Erges, nuk ngula këmbë, domethënë rastësisht tek zëri, tek ndryshimi, tek ajo që ti tani më duket provon jo vetëm këngën labe, por po tenton dhe këngën qytetare, apo jo? Po popullore, po. Çfarë ka ndodhur dhe kur ka nisur ky kujdesi yt ndaj kësaj kënge? Ose interesi të themi? Po them para 2 vitesh kam bërë një bashkëpunim me Rovenën, Renaton dhe Fisnikun. Më pas bëra një këngë vetëm, bëra një këngë me Ponin, dhe së shpejti kam dhe një projekt që kam vetëm. Gjithmonë kështu flasim, këngë qytetare, popullore. Këngë popullore, po. Është gjë e bukur dhe ajo, por do shumë punë. Po. Nuk do na tregosh këtë që ke projekt të papërfunduar, por mund të na interpretosh diçka nga ato që ti ke kënduar të kësaj vije, pra muzika qytetare. Okej, po bëj atë referenin që kam bërë këngë me Poni. Me Poni, po, shumë bukur.
Nuk e besë la bërje, hape atë porta vëllije, do hapet zemra dhe porta, nëse bëhem une jotja. Shumë e bukur. Nuk e bëj dot umponin që ta kishim bërë një duet shumë bukur bashkë. Po. Sot unë Erges Lima i jam mirënjohës. Kujt? Për këtë rrugëtim. Mirënjohës dhe do vazhdoj të jem është i vetmi profesor është Mohamet Artari dhe më pas janë shokët e grupit që unë pata do të isha i pavlerë. Dhe jo se jam këtu dhe do të them. Ke thënë dhe je shprehur që pata do të jesh zero. Po. Thash, sepse nuk funksionon dhe kënga labe. Ja është njësoj, tash si të them unë, të japëm në intervistë këtu dhe të mos ketë kamera, kush do të shoh? Edhe unë, po mos kem shokët është. Po shokët, ndihen kështu krenar për ty dhe e kanë kështu këtë lidhjen të fortë dhe kaq besim plot saç e ke ti Erges. Përderisa ne vazhdojmë dhe rrim, këndojmë bashkë, do thotë që jemi të gjithë në një linjë. Erges, grupi juaj prej 5 vitesh ka performuar më shumë në takime miqësore, miq, familjare dhe më pak institucionale të organizuara, apo jo? Po. S'ka, vlora që do të ishte e para në këngë, në valle, në festa është. Erges, institucionet po mbështesin grupet të tjera të vogla apo të mëdha, apo ka një farë indiference? Që këtu është një problem i madh. Dhe problemi i madh nisë që nga këtu që i thonë ISO polifoni. Kjo nuk është, se i bjerën si të më thoshti mua këndom një ISO kënglabe. Po, në që se kjo bëhet, këta që janë më me shumë mendje mendoj unë, por janë me shumë mendje sot që kanë ikur mendjet që kanë bërë këngën. Se po të ishin ata nuk besoj se do vepronin kështu. Unë besoj që këtu është gabim, pse do t'i themi ISO polifoni. Është kënglabe. Mira, është unifikuar nga UNESCO. E kanë bërë këta, pa jo se thash për leverdit të tyre mund t'i bëjnë këto lëvizjet, por ajo e ka emrin e ka kënglabe. Me fjalë themi do këndojmë një kënglabe, jo do këndojmë një ISO labe. Sa grupe numërojnë në gjithë lumin e Vlorës? Çdo fshat ka pat grupin e tij në ato vite. Por sot si vazhdon sot tradita? Po mendoj mund të ketë Kakuçi ata çunat e ri, është Velça, është Vranisti, po themi me pak luhatje, po janë djemë të Tërbaqit, Gjormi, para 1-2 vite që ngriti një grup, është Velça po, është Lapardhaja, është Koculi, është Armeni. Shko, sa shumë grupe që jeni, po pse nuk ideoni diçka, një nismë që t'ju mbledh të gjitha grupet në një konkurim të bukur, në një festival, mini festival, si mund të organizoni? Këtu janë bërë festivale, ka bërë dhe Bashkia e Selenicës, ka bërë dhe Vlora, ka bërë dhe që bëhet Netët e Bekës Bardh në Pilur. Ju keni qenë pjesë në këto aktivitetet? Po, shikon, kemi marrë pjesë, por mendoj që juria apo ata që rrinë atje që mund të t'japën atë vlerësimin, i themi nga fshati omete për vete dhe punë e këtyre. Thash të kemi prapë atje ku folëm pak më parë që u mendoj që duhet simuluar të rritë. Po. Sot nuk ka nevojë për shembull Nazif Qela që t'i japsh dekorat. Golik, Jaupi, jo. Se di këngëtarët e tjerë të duhen mbështetur të rinj, pra, duhen mbështetur të rinj. Dhe ata vetë thonë që dhe madje dhe Nazifi e ka thonë diku në një festival që ishim, por na i lini ne tha që certifikatat për vlerësoni të rritë. Por ta nuk e bëjnë këtë. Dhe nuk e di pse na shikojnë me një sy, se di, nuk e di. Ju do përcillni gjithçka të vlerë që ka ky popull. Çfarë do doje që publiku të mbante mend nga gjithë historia jote? Unë do doja të vetëm një gjë, që të thonë është ideali që këndon. Dhe gjë më e bukur, dhe asgjë më tjetër. Është ideali që këndon. Siç ma thonë ose kur rastisëm që vemi, më fal mos je ideali që këndon apo. Për mua është vlerësim, por nuk do të thotë që mund është vlerësim dhe do filloj që të ngër supet. Duhet
Unë do të vazhdoj të punoj. Nëse kënga do të kishte zë, çfarë do të thoshte për Erges Limaj? Do na i thuash me këngë? Zë. Po. Këngën ti me do këndojë, ta dëgjojë kush të dojë, leta shaj, leta lëvdojë, ase shes, ase ndërrojë. Shumë bukur. Me rrjetet sociale çfarë marrëdhënie keni? Thjesht përcjellni këngët tuaja apo atmosferë këngësh? Unë hedh këngë të grupeve të tjera, uroj të gjithë këngëtarët e këngës Labe, uroj të gjithë ata që këndojnë Labe, dhe i kam marrëdhënie shumë të mirë, pavarësisht se një pjesë na i kthejnë atë monedhën në të kundërt. Në të kundërt, po. Më përmendet shumë grupe të lumit të Vlorës, po nëse flasim në të gjithë qarkun e Vlorës, ka një vlerësim të veçantë Ergesi për X grup që është më i miri? Shiko, po tjetë për të dhënë merit, të gjithë këngëtarët janë vlerë. Dhe nuk thua dot që, sepse mund të them që Vranishti ka pat grup sepse kishte vallën që nuk e kishte asnjë fshat. Por dhe Lapardaja ka qenë vlerë, po ka qenë grupi që ka qenë është Bonça, po është Kalobregu që është një nga këngëtarët, e kupton, dhe ka shumë, nuk i ndan dot. Labria është një. Dhe çdo grup, çdo fshat ka dhënë atë vlerën që ka ngelur. Dhe kjo këngë është të gjithë, dhe kënga Labi që ka vajtë në UNESCO, nuk e çoj vetëm i grup. Gjitha këngët, gjitha ajke këngëve u mblodh dhe e bën. Dhe e fundit, në këngën Labe, Erges Limaj, cilin ka rival? Flasim tash gjithmonë në grupet e të rinjve. Tek zërat e Shushicës është Erges Limaj. Unë rival dhe... Tek grupet e tjera? Jo, unë rival dhe... Kemi që këndojnë kaq bukur? Shiko, ja të them unë rival duhet dhe i natë duhet kem veten, që ta bëjmë më mirë akoma. Jo rival, jo, po pse të themi që... Të thash... Konkurus, është konkurus. Thash, unë këndoj. Nuk jam as më i miri, po dhe ai më që dalë në skenët e thonë kjo. Unë këndoj për pjesën time. Por thash, Labria ka këngëtarë dhe më të mirë se sa unë. Por thash nuk e kanë mundësinë, kështu që dhe gjithë të rit nuk do të kemi këto që kush këndon më mirë apo më keq. Të këndojmë të gjithë dhe të gjithë duhet ta çojmë, ta trashëgojmë këngën Labe. Dhe jemi në fund të emisionit. Mund të na bësh ne si Blu Televizion një përshëndetje kështu me këngë? Se në fakti improvizon më duket. Po. Të shiko te kamera atje dhe na i bëj një përshëndetje. Na kape qik... Befasi, në befasi, në befasi. Ja të shikoj, çfarë do improvizosh. Nga Blu TV-ja mirë dita flasëm për lapqen me qika. Ja këtu në tavolin me gazetaren e frosin. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi Erges Limaj që folëm bashkë dhe do të dëshiroja shumë kur të promovosh ato projektet e tjera dhe të këngës qytetare të vish këtu në studio dhe të flasim bashkë. Ishte kënaqësi, faleminderit. Të nderuar shikues, ishte Erges Limaj në këtë atlas njerëzor, i cili na besoi rrugëtimin e tij artistik, por dhe rrugëtimin e tij njerëzor. Unë ju falenderoj që na ndoqët, takohemi bashkë në emisionin e radhës. Mirupafshim.